Frekuenca e re e tokës, aktivizimi juaj drejt 6 bekimeve dhe ndarjes së linjës kohore të mirëpritur, punëtor i dritës, kërkues shpirtëror dhe i zgjuar. Nëse je këtu tani duke parë këtë video, merr një frymë të thellë. Kjo nuk është thjesht një mesazh tjetër që lëviz në feed-in tënd. Kjo është sinjali yt. Universi të ka shpëtuar përmes sinkronizimeve, përmes atyre momenteve të heshtura të dyshimit dhe mrekullisë, dhe tani po flet drejt për drejt. Sot, ne zhytemi thellë në aktivizimin e frekuencës së re të tokës, një zhvendosje e thellë që nuk po ndodh atje jashtë në botë, por këtu, brenda teje. Ne do të zbërthejmë bërthamën e kësaj transformimi, pse ke qenë i zgjedhur, shenjat që zgjimi yt po zhvillohet, 6 bekimet e shenjta që po zhbllokohen për ty brenda 72 orëve të ardhshme. Ndarja e linjës kohore që po ndan realitetet dhe deklarata e fuqishme që do të vulos përputhjen tënde. Kjo nuk është teori apo fjalë boshe, kjo është plani yt për të hyrë në bollëk, qartësi dhe qëllim sikur më parë. Pra, merr një fletore, ulu rehat dhe le të fillojmë. Ti je gati. Ti ke lindur për këtë. Seksioni 1, mesazhi kryesor, agimi i frekuencës së re të tokës. Le të fillojmë në zemër të gjithçkaje. Frekuenca e re e tokës ka aktivizuar. Jo nesër, jo në ndonjë të ardhme të largët, ajo është këtu, tani, duke pulsuar përmes fushës energjetike kolektive të planetit tonë. Kjo nuk është një ngjarje kozmike rastësore ose një trend i përkohshëm në komunitetin shpirtëror. Jo, kjo është një sinjal i qëllimshëm nga vetë energjia burimore, një përmirësim vibracional që po rikalibron çdo gjë në tokë. Figuro tokën si një orkestër të madhe dhe për eone ne kemi luajtur në një ton të disonant, një të akorduar me frikë, ndarje dhe mbijetesë. Por tani, dirigjenti ka ngritur bastonën dhe një simfoni e re po fillon. Kjo frekuencë është më e lartë, më e pastër, e përputhur me unitetin, dashurinë dhe potencialin e pafund. Është zhvendosja që është profetizuar në tekste të lashta, e kanalizuar në meditime moderne dhe e ndjerë në shqetësimin kolektiv që të gjithë po dëshmojmë, dhe ja e vërteta që mund të bëjë zemrën të rrahë shpejt. Nëse kjo video erdhi te ti, përmes një algoritmi, një ndarjeje nga një mik ose asaj tërheqjes së pathyeshme në shpirtin tënd, ti nuk je këtu rastësisht. Ti je një nga të zgjedhurit. Universi nuk shpërdoron sinjale për të papërgatitur. Ky aktivizim është ftesa jote personale për të ngritur, për të hedhur lëkurën e vjetër të kufizimit dhe për të mishëruar mrekullinë që ke ardhur për të qenë. Pse tani? Sepse paradigma e vjetër po rënohet. Sistemet e ndërtuara mbi kontroll financiare, sociale, emocionale po tregojnë çarjet e tyre. Por kjo nuk është shkatërim, është ridizajnim hyjnor. Roli yt të ankorosh këtë frekuencë. Të jesh fari në stuhi për të tjerët që ende po mbërthenin në errësirë. Ndërsa shkojmë më thellë, mbaj mend, ti je en. Ti je zhvendosja. Seksioni 2, aktivizimi dhe zgjedhja, ti ke qenë i zgjedhur për transformim. Le të flasim për zgjedhjen tënde. Pauzë për një moment dhe ndjej këtë, ti ke qenë i zgjedhur me dorë. Jo nga ndonjë forcë e jashtme që gjykon vlefshmërinë tënde, por nga urtësia e pafund e vetes tënde më të lartë, në përputhje me kozmosin. Frekuenca e re e tokës nuk troket në çdo derë, ajo rezonon vetëm me ata që shpirtrat e tyre janë të akorduar me thirrjen e saj. Mendohu për rrugën që të solli këtu. Thyrjet e zemrës që dukej të padurueshme, punët që i thithnin shpirtin tënd, marrëdhëniet që pasqyronin hijet e patrajtuara të tua. Asnjëherë nuk ishte dënim. Ishte përgatitje. Universi po pastroste hapësirë, duke hequr atë që nuk vibron më me esencën e vërtetë tënde. Dhe tani, me këtë aktivizim, një çelës ka kthyer. Fusha jote energjetike po zgjerohet duke tërhequr sinkronizime si magneta, por ja zgjedhja vendimtare, transformim apo shpërbërje. Linja kohore e vjetër, ai cikël i përsëritur i dyshimit, mungesës dhe validimit të jashtëm, nuk mund të mbajë më. Është si të përpiqesh të derdhësh valë oqeanike në një gotë të qarë, derdhet zbehet. Ata që mbeten në gjumë duke u mbështetur në të njohurën, do të gjejnë realitetet e tyre duke u shpërbërë në konfuzion dhe përsëritje. Por ti, të zgjuarit, po ngriheni në një rrjedhë paralele ku mrekullit janë norma, jo përjashtimi. Kjo nuk ka të bëjë me superioritet, ka të bëjë me përputhje. Nëse ke ndier ndonjëherë si një i huaj, si nuk përshtatesh plotësisht me skenarin e botës, festoj atë. Është konfirmimi i shpirtit tënd se je këtu për të hapur rrugën e re. Ti nuk je thjesht duke mbijetuar zhvendosjen, ti po e bashkëkrijon atë. Merr në pronësi këtë zgjedhje sot. Përgjërohu për veten, unë jam i zgjedhur. Unë jam aktivizuar. Ndonë se energjia të derdhet? Kjo është fuqia jote që kthehet, vendos një dorë në zemrën tënde dhe afirmoje atë tani. Seksioni 3, shenjat e zgjimit, dekodimi i përgjigjeve të universit. Tani, le të dekodojmë shenjat që zgjimi yt po zhvillohet plotësisht. Nëse po heqesh me kokë duke menduar, kjo jam unë, di këtë, këto nuk janë rastësi ose truke të mendjes.
Ato janë kodi morsi i universit duke të shtyrë përpara. Së pari, ato ndjenja të çuditshme, valet e lodhjes të ndjekura nga shpërthimet e gëzimit të pathyeshëm, mbyrjet poshtë shpinës gjatë reflektimit të heshtur, ose ajo njohje e papritur se diçka masive po zhvendoset. Trupi yt po përmirëson sistemin e tij operacional, po hedh dentësi për të mbajtur më shumë dritë. Pastaj ka numrat e përsëritur: 11 që të shikon nga ora jote, 222 në targa makinash, 444 në ëndrat e tua. Këto janë kode portash, afirmime numerike se je në rrugën e duhur. Ato nuk janë rastësore, janë kujtesa se veli midis dimensioneve po hyn dhe udhëzimet po derdhen brenda. Ëndrat e gjalla. Ato janë shkarkime shpirtërore duke luajtur jetë të kaluara, potencial të ardhshëm ose mesazhe nga udhëzuesit e tu. Mos i lër si vetëm ëndra regjistroi. Ato janë plane për hapat e tu të ardhshëm dhe sfidat. Humbjet, vonesat dhe pengesat që kanë testuar besimin tënd. Një misi që zbehet, një mundësi që shpëton, shtrëngime financiare që të mbajnë zgjuar natën. Këto nuk janë mallkime, janë aktivizime. Secila po lëviz shtresa e goje, frike dhe besimesh të vjetruara që nuk mund të kalojnë në frekuencën e re. Është si universi po marrje kondon në shpirtin tënd, nëse nuk ndes gëzim në përputhje me qëllimin tënd më të lartë, del jashtë, nëse ke kaluar në zjarr kohët e fundit, qëndroj lart. Ti nuk je i thyer, po forjohesh. Këto shenja janë njoftimi yt i diplomimit. Sa më shumë ti njihesh, aq më shpejt ndërtonet vrull. Pra, herën tjetër që sheh 11, buzëqesh dhe thuaj, mesazh i marr. Unë jam brenda. Seksioni 4, 6 bekimet, zhbllokimi i shkarkimeve tua hynore. Në bërthamën e këtij aktivizimi qëndrojnë 6 bekimet, dhurata të shenjta të kodifikuara në frekuencën e re të tokës, të dizajnuara për të zhvilluar brenda 72 orëve të ardhshme. Por ato kërkojnë pëlqimin tënd, vibracionin tënd. Këto nuk janë dhurata pasive, janë bashkëkrijime të aktivizuara nga besimi dhe dorëzimi yt. Le t'i zbërthejmë një nga një që të ndjesh energjinë e tyre duke u ankoruar tani. Paqja, kjo është qetësimi i stuisë së brendshme. Për aq kohë ke ndjekur qetësi të jashtme, marrëdhënie perfekte, karriera të qëndrueshme, vetëm për të gjetur kaos brenda. Por me këtë bekim, turbulenca ulet. Provokimet humbasin mbajtjen e tyre. Ti nuk kërkon më dram ose validim. Paqja bëhet defaulti yt, një oqean i qetë ku valët zbehen shpejt. Figjuro të zgjohesh pa të ny në stomak, duke lëvizur në përditën tënde me hir të lehtë. Kjo është paqe, jo mungesa e problemeve, por prania e besimit të palëkundur. Qartësia, mjegulla ngrihet duke zbuluar të vërteta të fshehura gjallë. Pa pritmas, sheh përmes iluzionesh, lidhje toksike të maskuara si besnikëri, gënjeshtra shoqërore të shitura si fakte, modelet e vetë sabotazhimit tënd të zhveshura. Intuicioni yt mpres si një thik duke prerë zhurmën e frikës. Vendimet rrjedhin intuitivisht, konfuzioni rënohet. Kjo qartësi nuk është intelektuale, është njohje shpirtërore e thellë. Do të gjesh veten duke thënë, tani e shoh, dhe bota riarangon për të përputhur vizionin tënd. Bollku, harro mendësinë e mungesës. Ky bekim kthen skenarin, rrjedha bëhet realiteti yt. Parat mbërrin përmes kanalesh të papritura, kthime bonuse, ide të frymëzuara që monetizohen brëngë. Mundësitë trokasin si miq të vjetër. Kreativiteti shpërthen duke lindur projekte që ushqejnë dhe paguajnë. Bollku nuk është grumbullim, është qarkullim. Të ndjek sepse ti ke bërë një magnet për të duke rezatuar falënderin në vend të nevojës së kapse. Dashuria e vërtet, jo e lënduar. Ky bekim tërheq pasqyrat të vetës tënde të shëruar, partner, miq, komunitete që nderin dritën tënde pa e zbejur atë. Jo më ulje në mbetje ose ndjekje e zemrave të padisponueshme. Dashuria pasqyron vlefshmërinë tënde, e thellë, reciproke, elektrike, shpirtërisht. Fillon brenda, duke lulëzuar jashtë. Do ta ndjesh në akte të rastësishme mirësie, në lidhje që duken si kthime në shtëpi. Fuqia autentike jote ringjallet. Jo më të kurje për të përshtatur dhomën ose falje për praninë tënde. Besimi nuk është arrogancë, është sovranitet i heshtur. Do të flasësh të vërteta që zhvendosin dhoma, do të marrësh rreziqe që lindin përparime, do të rimarrësh hapësira që ishin gjithmonë të jota. Kjo fuqi është forcë krijuese, e njëjta energji që ndërtoi galaktika tani ndërton perandorinë tënde të ndikimit. Qëllimi, qelësi përfundimtar zhbllokon psen tënde. Çdo fije e jetës tënde, dhimbje, pivote, pasione, endet në një etapë të kuptimit. Do të zgjohesh me mision kristal qartë, kjo është pse jam këtu. Vonesat ishin kozim hynor, humbjet ishin ridrejtim. Qëllimi nuk është gjeste të mëdha, është veprim i përputhur ditë pas dite duke valëzuar në trashëgimi. Këto bekime janë të jotat, por amplifikohen me energjinë tënde. Medito në njërin çdo ditë këtë javë. Foli për to si të vërteta, unë marr paqe tani. Shikoj si.
Universi konspiron. Thith në çdo bekim, 1 nga 1. Seksioni 5. Ndarja e linjës kohore, zgjidhja e realitetit tënë. Ndërsa këto bekime aktivizohen, kupto pamjen e madhe, ndarja e linjës kohore. Toka po bifurkohen në 2 rrjedha. Njëra mbahet në të vjetrën, të ushqyer me frikë, të drejtuar nga kontrolli, të mbytur në iluzion. Manifeston si kaos në rritje, tërmete ekonomike, ndarje sociale, britma mjedisore. Kjo nuk është apokalips, është paradigma e vjetër duke djegur, e paftë për të mbajtur në dritën në rritje. Tjetra, linja kohore e tokës së re, e gjallë, bashkëkrijuese, e bollshme. Këtu, sinkronizimet grumbullohen, komunitetet lullëzojnë në unitet dhe bota jote e brendshme formëson të jashtmen. Ti nuk po ikësh në ndonjë utop, po e ndërton nga brenda, shenjat të ndarjes. Konfuzioni global duket personal, vetja jote e vjetër duke u shpërbër, marrëdhënie që polarizohen. Kur dikush largohet ose një derë mbyllet, mos rezistoj. Është universi duke prerë për rritje. Ai i dështim është liri. Testi i besimit nuk është parë mrekullin, është besimi mes kaosit, zgjidh rritjen mbi rezistencën. Liro të vjetrën me falënderim, faleminderit për mësimet, hyj në më shumë. Zgjedhja jote vulos ndarjen. Ti nuk je viktime e kohërave, ti je arkitekti i rres. Seksioni 6. Thirrja për veprim, deklaro përputhjen tënde, kjo na sjell te lëvizja jote e fuqishme, deklarata. Fjalët janë shkopim, ato kodojnë realitetin. Tani, pauz këtë video nëse ke nevojë, qëndroj lart dhe thuaj këtë me zë të lartë 3 herë. Unë jam gati për frekuencën e re të tokës. Unë jam mrekullia, e ndjen? Kjo është vulosja. Thuaj çdo ditë, shkruaje në ditarin tënd, përgjëroje në meditim. Ajo riprogramon fushën tënde duke përshpejtuar bekimet, rezistoj thirrjen siren të frikës. Ushqej besimin në vend, vizualizo 6 bekimet si marrëveshje të kryera. Falënderimi është përshpejtuesi, falëndero universin para se prova të shfaqet. Faleminderit për bollkun që rrjedh tani. Mrekullit të kalojnë logjikën kur besimi udhëheq. Thuaje me mua tani. Përfundimi, ti je mrekullia, ti nuk po pret për mrekullit, ti je mrekullia. Ky aktivizim, kjo është vendosje, është rilindja jote. Jeta nuk do të duket më e njëjtë, do të shohësh mundësi në pengesa, dritë në hije, qëllim në çdo frymëmarrje. Nëse kjo rezonoi, pëlqeje, abonohu dhe ndaje me një shpirt që ka nevojë për këtë sinjal. Lëre në komente, cilin bekim po thërret së pari. Bashk po ankorojmë tokën e re. Faleminderit që jeni këtu. Ti je i parë, ti je i zgjedhur, ti je i pafund. Shko përpara dhe shkëlqe.